Ambasadorja e Bashkimit Evropian në Shqipëri Romana Vlautin ka qenë në Theth ku përveç se është mahnitur nga mrekullia e Alpeve shqiptare, ka premtuar mbështetje nga fondet e Bashkimit Evropian për këtë zonë. Vlautin në konferencën e dhënë për mediat ka theksuar se janë 4 qarqe që përfitojnë një ndihmë të tillë, ndërkohë që ka deklaruar se nevoja më imediate për këtë zonë është investimi në infrastrukturë. So that the development of the tourist industry here is with measure. Në mënyrë që zhvillimi i turizmit këtu në këtë zonë të bëhet me mas. That will be for the really best benefit of the people of this area. Dhe që të sjellë përfitime dhe të mirat më të mira të mundshme për banorët e kësaj zone. And I think we have developed quite a lot of ideas on how to do that. Dhe unë mendoj që gjatë këtij takimi ne kemi pasur mundësinë që të arrijmë pikërisht këtë gjë. Having preservation of nature as an absolute priority in any development plans. Duke pasur në mendje në çfarëdo lloj programi zhvillimi që do të bëhet si kryesore dhe si në konsiderat, pra edhe mbrojtjen, ruajtjen dhe zhvillimin e natyrës. We were also told that there are now 20 children in school. Ne po ashtu na thanë që në shkollën e Thethit ka tashmë 20 fëmijë. And that at the worst times there were only 5, which means that people are coming back. Dhe që në momentet më të rënda, themi, ka pasur vetëm rreth 4 apo 5 fëmijë në shkollë, kështu që kjo do të thotë që njerëzit po kthehen në zonë. And this is the best argument for our investment. Dhe ky është edhe argumenti më i mirë që mund të përdorim ne për investimin tonë. Because we want to help you create a situation where young families want to come back, want to stay here, want to raise their children here. Sepse ne duam që këtu t'ju ndihmojmë që ju të krijoni kushtet e duhura që familjet e reja, pra me fëmijë të vegjël, jo vetëm të kthehen, të qëndrojnë, por edhe të vazhdojnë të qëndrojnë këtu. Zona e Thethit vuan prej vitesh mungesën e infrastrukturës rrugore, një kërkesë e vazhdueshme e komunitetit, por që deri më tani ka rënë në vesh të shurdhër. Projekti i Bashkimit Evropian konsiston në ndërhyrjen e infrastrukturë dhe ndihmën ndaj banorëve të zonës për rritjen e potencialeve për zhvillimin e turizmit.